tre gjëra kishte në fushat. Kom, zot, familje. Dhe me këto e bori. Luft kundër LGBT-s, luft kundër Soros. Po, i një gjove ndonjëherë këto gjëra në fushatën e opozitës? Jo. Ta dolën, ka ardhë ky do e shemi Ramën. Pra do vite ky, si bomba atomike, do vite ky do shem të Ramën. Po nuk pat atë një reagim, as nga ai qofte edhe një reagim pas zgjedhjeve, si ka mundësi, domethënë një shkëputje, një prerje totale. Po nuk ka se çfarë reagimi ai, dëgjoj mirë, ai mund të jetë arkitekt shumë i mirë. Unë nuk e vend dyshim fare, unë nuk po vend dyshim aftësitë e tija. Por aftësitë e tija janë të mira për në Amerikë, për mentalitetin e Amerikanëve, për mentalitetin e atij populli dhe për gjendjen sociale, kulturore, ekonomike që është ai vend. Po nuk është për Shqipërinë. Nuk mund të vi në shtëpinë tënde një huaj të rregulloj shtëpinë tënde kur nuk di se ku janë brimat e shtëpisë. Dhe kjo ishte madhe. Aq më tepër për 30 ditë. Po mua pa edhe për 30 vjet nuk e bë dot. Nuk e bë dot se është shtëpia jote. Dhe shtëpinë tënde se rregullon dot një huj. Ti mund ta marrësh si këshilltar, mund ta dëgjosh, mund ta bësh, dakor. S'them gjë. Mbaje për një program, po edhe programin që bëjnë këta. Nuk mund ta bëj amerikani programin për Shqipërinë. As gjermani, as francezi, as anglezi, as njëri se po dot. Ose do ta bëjmë vetë, ajo që se ne kemi provuar për 35 vjet. Kushtetutën e Shqipërisë e ka bër Sorosi, e ka bër ajo Komisioni Venecias, e ka bërë një copë kemi marrë ke gjermani, një copë ke francezi, një copë ke italiani, një copë ke amerikani dhe na ka dalë një çorp derrësh. Që ne e vuajmë sot, sepse nuk ka as dok, as zakon, as gjuhë, as bot kuptim, nuk e kemi. Dhe kemi këtë lloj kushtetutë që kemi. Pse? Sepse kemi marrë të arnuar, të coptuar me një nen këtu, merr këtë, merr atë dhe ne qymë kushtetutë jo. Nëse do bëhesh mbi bazën e dokeve, zakoneve, qoftë të mbështetur në dy kanunet, qoftë kanunit veriu dhe qoftë kanunit labris, do ishte kushtetutë tjetër. Po nëse kemi, pse? Sepse hecim me këtë lloj mentaliteti. Se duam të tregohemi më europian se europian, duhet të tregohemi më amerikan se amerikan. Por prit se nuk ndryshon dot në 10-20 vjet ti ta ndryshosh kulturën 17 herë. Po. Dhe prit ti pastaj zgjedhje, po sa herë është ndryshuar kodi? Kodi zgjedhor. Bylik Bashi tha që duam një kod të ri, reformë zgjedhore pas zgjedhjeve, pak ditë më parë, kështu që prap nga fillimi. A e bëri Bylik Bashi këtë kodin e fundit? Nja 3-4 që mbaj mendun ai ka bërë. Po pra, a e bëri ky herën e fundit? Po. Tash ti e bëre, e kishin tavolinë. Tash si del direkt mas zgjedhjeve dhe thu fajin e ka kodi? Jo më jo fajin e ke ti. I këti. Po këta nuk janë mësuar me të mbajtur përgjegjësi politike. Nuk e njohin dorëheqjen. Nuk e njohin lëvizjen politike. Dhe unë jo më koti këta i kam qytë para politikan, se atë që e lëshoj, nuk e lëshoj kotë, se nuk jam, domethënë për të thënë një llafe kotë, për të bërë show. Mos më intereso fare. Unë them ajo që është. Dhe të dali dikush e thotë, jo, kjo nuk është kështu. Kjo nuk është kështu. Kushtetutën këta e bën. Në 98-ën kam qenë njeriu që bëra në atë kohë propozimin që opozita ta bojkotoj kushtetutën, se kjo kushtetutë nuk është. Dhe realisht ashtu u bë. Opozita e bojkotoi. Por çuditërisht në 2005 kur erdhi PD-ja nuk e bëri kushtetutën. Pra, e braktisi, nuk e votoi dhe në 2005 kur erdhi në pushtet vazhdoi me ditën kushtetutë, pra me atë kushtetutë që ti e kishe braktisur. Dhe çfarë filloi? Hiqin nen, vejnen, bëjnë bërë këtë. Arriti deri ke çudia më e madhe kur një gjyqtar e gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë zgjidhet me 3/5 e votave në kuvon, presidenti i Republikës zgjedhet me 71 vota. Pse? Sepse ashtu ishte momenti. Pra këta dhe ndryshimet që i bëjnë për momentin. Dhe pra ne dhe nuk ngjisin, pra ne nuk japin dot frym, pra ne nuk ngrenë dot kaos.
Dhe tani, a shkon më 35 vjet histori, na vodhën, nuk i ngjit më njerëzve, se janë është mësuar veshi me atë fjalë. U mësua veshi me atë fjalë, por më duket se po